Duhet të përmend dhe një fakt tjetër që ne i hulumtojmë edhe në aspektin e shëndetit mendor dhe duhet të dimë një gjë që rreth 60% të paktën nga depistimet kemi bërë ne edhe nga hulumtimet dhe nga intervistat që bëjmë me këto klientë janë me probleme të shëndetit mendor. Dhe kryesisht me probleme të çrregullimit të personalitetit, disorder personality, apo dhe çrregullime të humorit. Dhe duhet të ndaj dhe një fakt tjetër që shpeshherë na drejtohet pyetje që këta persona, a janë persona të rrezikshëm, a janë persona që mund të bëjnë vepra që normalisht shoqëria të ndjehet e mbrojtur nga këta nale. Statistika tregojnë që personat me probleme të shëndetit mendor nuk bëjnë më shumë vepra penale sesa pjesa tjetër e shoqërisë. Të jenë të qetë komuniteti. Por, natyrisht, duhet ta evidentojmë që nëse këta persona që kanë probleme të shëndetit mendor, të diagnozat të përmendur të njëjtura, por janë në ndikimin e përdorimit të substancave, e keni parasysh substanca psikoaktive, atëherë është e mundshme, është e risku për të bërë vepra që bien ndesh me normat dhe moralin e sjelljes shoqërore. Këtu ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që për të mbajtur gjithmonë në observim, për të minimizuar veprat penale.